Miq, a mundët një shtet me 8 miliard euro buxhetin të lërë pa ilaçe, të lërë në kthjetrat e vdekjes të smurt në spitalin onkologjik? Po pse buxhetin në vitin 2010 apo 2013 gjysmën e këtij buxheti kishim, po pa ilaçe së mbeten kurrë ata. Nuk mund të mbeten, nuk mundet. Kurse si, janë përparësi absolute. Kurse zotrieti i thot, atje thot, janë bërë krime kundër njerëzimit, po në qoftë se janë bërë krime kundër njerëzimit, dhe ti, kryeministër, që disponon financat e shtetit, nuk merr asnjë mas, edhe sot pas 3-4 muajve, ato krime i ke krye vetë ti. Ato para ati ilaçeve i ke vjedhë me drejtorat dhe ministrat tu. E pastaj thua mjek, jo. Mjek nuk bëjnë prokurime dhe tendera për ilaçe, ato i bën ministria, i bën drejtoria. Ndaj dhe një braktisje. Çfarë premtojmë ne? Ne u premtojmë ju, Edmir ku je? Ku më shkoj Çekrezi? Ja, ne u premtojmë ju se e keni një përfaqësues të shqur. Që ju nderon në diasporë. Ne zotohemi këtu, do të adaptojmë 1 për 1 listën e rimbursimit të ilaçeve që ka Republika Italiane. Po. Po çfarë po bëjmë ne? Po ne po u japim shqiptarëve gjërat bazë. Dhe jo ilaçet. Me niseshte amidon të Vilma Nushit dhe Tom Doshit, të cilat, si që keni pa ju, janë absolutisht të pa efektshme. Merë fund, dylli, i pret që të 12 maj të 2 kompanitë dhe tyre dyllosen. Programi ynë, pra, është dyfishimi i buxhetit për shtetësinë. Tani në gjoni miq, bën check-upin me kushëriren, me zonjën e kushërit dhe së ndajnë parat, me Vilma Nushin. Dhe nga check-upi janë përjashtuar të gjithë pensionistët, po check-upi s'ka asnjë vlerë tek tjerët përveç se tek pensionistët. Çdo pensionist do ketë të drejtë 2 herë analizat plota në vit, falas të garantuara nga shteti. Miq, programi ynë, thash dhe një herë, është programi i rikthimit të taksave të qytetarët. I garantoj fermerët e Dumës. Njerëz të mrekullueshëm që e kanë qëndisur Dumën dhe shtruar në një nga zonat më panoramike, më të bukura të Shqipërisë dhe të Ballkanit. Subvencionet do të pesfisohen për çdo fidan të miell, për çdo kokë bakti, për çdo njësi prodhimi. Sala. Sala në buxhetin 8 miliardë Edi Rama. 32 milion për rreth 390.000 fermerë. Shua më qesharake. 230 milion ka Macedonia vetëm subvencionet. Ju garantoj se subvencioni fermerëve shqiptar do t'jetë identik me subvencionin e fermerëve të rajonit. Prodhimet tuaja do mbrohen në çdo sezon.
Ballkani i hapur i Argatit të Vučićit javën e parë hidhet të kosh.